e prorit, i ushtarit, këtu përpas identifikimit me këtë dokument e ke pas edhe një siguri të prezentimit kur në këponjeve me arme, edhe ata i pozicionu në armet edhe në nëzun pozitën të Mullini që aty të Mullini Shabana që është, edhe nisëm luftën thash me këforit, që t'ishim as kushen ata, as kushe që aty. Në qatë periudhë kohë, do më thonë kanë ardhë një helikopter i forcave të NATO-s, edhe kanë zbarku në Maznik. Qëto, ku po foli për qëto 6-7, qëto jenë ato ditë fundit luftës, edhe ata kanë najtë deri sa jenë të rejkë forcat serbe, kanë najtë me komandantin, me Ramushin. Dhe ne kemi kryu një farë akomodimi, apo kemi bo që shi kemë pasë edhe për veti, po thjeshtë e kanë përcjell, janë kënë ofër të në zhvillimeve, edhe e kanë përcjell se cilat veprime i ka bo UÇK-ja, edhe sigurisht i kanë përcjell edhe lëvizjet që i kanë pasë edhe Serbia, normal, po unë e kam marrë një ordnesë, harrua me o kallëzu se kam një dokument, një letër njoftim, që është shumë i vlefshëm, e kam marrë me veti, që kjo është letër njoftimi e prorit, qështu kemi përnu, si dokument që mund dhe me kësyrë. Kjo është dokument në prapavije ka emblemin e UÇK-s, ndërsa brenda shkruan emni edhe mbi emni, Ibrahim Selmona në këtë rast, edhe njësia jam Dims, komandant për moral në zonën e Dugaxhinit, me numër 008, data e nënshkrimit të 12/11/1998, nënshkrume nga komandanti Ramush Haradinaj. Kjo është dokumenti e prorit, i ushtarit, këtu përpas identifikimit me këtë dokument e ke pas edhe një siguri të prezentimit të qytetari, se ka ditë kushtje, po edhe ka ditë se nuk kitë bëj me njerëz anonim, po janë vërtet që tas janë. Do më thonë e kemi pas këtë dokument. Po në qatë kohë, komanda zonës i ka marrë edhe ato ka planifiku edhe një zhvillim të ri, vendosje në administracën për komuna. Do më thonë prej vijave të frontit i ka pas planifikum ku ka më shku edhe një prej njerëzve të mrumi më konon për në komune. Dëqanit, që ku marrë dhurnes me dalë me shku në komun, kryetar komune. Atër perfekt, i thashë. Po ku më dalë një ditë para se me shku në atje në komun, ku më dalë jashtë teritorit tonë, pikërisht të shkolla e Erznisit, edhe ishra shi në pramje, e thash, i shkon vendi i minum krejt. Mina shumë, të rjeni krejt komplet krejt me mina. Po kish flajt dheu. Edhe që këj fakt më boni me identifiku dhe me pa vendin se është i minum. Kishin lona sa farë mbetjet të municioneve, fishek, e kësi farë sanak që kanë përdor, edhe ndova e shiret, e shkruva kujdes mina, lapsin me vjetë i laps të koq, me mentorin, më konë mentor qërime. Dhe dolem në Njerëzneq, më rrini Fatmer Rama me burim më shkollën, burimi me nonë vetë dhe me një vlad vetën. Ju thash më shkoni që anaj se ka mina. Edhe ranë mina edhe burimi që këtë burim më shkollaj edhe Fatmiri. U dash mi kalu një karroc me gumë të shkyme, u dash mi kalu me karroc mi qitë në territor apet të anaj ka pjesa e Ratishit, se nuk ishe mjetë me i transportu për në spital. Shkova në bazë e pyeta Amrosh Xhemalin se çka duhet më bo kryetari i komunës. Tha merre që të ma qinë shkrimet, qite në shtëpi, në çantë. Tha ja fillon punë se gjon dikon di përkthys atje. Tha dhe mas një javë ditë vi unë të veti çka kemë bën. Ç'a di unë çka bën kryetari. Ramushi i kishte thonë Esat Kadris edhe afrim Thaqit, Esatit, me naj gati me ardhë me mu. Jemi nisë në kom, prej Ratishit, për në komun,
Dhe në ndërkohë Naim Qerimaj ka shku me kalu qatë pjesë edhe i shranë minë. Naimi, dhe gjallësa, edhe do është me jekë Naimin prej minave tash, se aty mina është këtë fushë minume. Një vllaqe traktorit, që i kishin qitë katunarë tanë më heret, për me bo si pëngjes, levizjes, mës me dëpërtua nëj, i këmë marrë qatë vllaqe, kemë qitë mi minë, Naimin për mi vllaqe, edhe kemi ka përcy atë e kemi hekë prej minave, po o kënë vra, Erbeni o vra me 24 maj më duket, edhe Luani o vra Luan Qerimi po ashtu me 24 maj. Këta e në kënd jemë të misë. 24 maj, 98 o vra Erbeni, 24 maj me ndru datat për qështu plus minus se është Luani, vra më një vjetë ma vonë. Këtë Naimi tha, kom vendin unë e ata, tha, nuk kom që kom i bo jetën, se ku ma i kishë kput qëto. Edhe nuk qitë gjak heq. Ajo kpuca ku e ka pas, kritë kpucën e bo një copa. Asi copa, kur kënd nuk i shik, as një thërmi. Ta është da marë qësh i ka koma, ja kish pjek aty për funde. Ta është qaj pje, do me thonë, kryetari i komunës është shku në kom, im shku në kom prej atyt, deri në krysh prej lepet, pasi ku mekë Naimin prej minave. Dhe me qatë obull të Naim Qerimet, me qatë të tesha, im shku në kom, atëherë kish pa gjetë se që është lidhën punë, leci me zhuje një kërë dikon, dhe në krys prej lepet, ata ka vinë prej Gjakove, në kanë qitë eri në Dëqan. Kër mi shkujmë në altë të Mullini, i shkuan një tank, aty në qendër Dëqanit, edhe uniforma, edhe civil karrinë, aty për para turistit. Kër në këponjeve me arme, edhe ata i pozicionu në armet, edhe në nëzun pozitën të Mullini, që aty të Mullini Shabana që është, edhe nisëm luftën thash me këforin, se t'ishim askushen ata, askushe që aty.